Qëndrimet e mia janë publike, jam i gatshëm për bashkëpunim, nuk kam asnjë vit kuqe për askën. Sot na gjend edhe që 3 herë që po vim dita tretë është konstituimi i kuvendit dhe është votimi i kryetarit kuvendit, do më rrjedhimisht edhe betimi i deputetëve. Bazum në agjendën që ne e kemi, unë dhe Partia Liberale Egjiptiane kemi deklaruar që do t'i mbështesim pikat që janë dhe do t'i votojmë. Ndërsa kur flasim për pjesë tjera, ne publikisht kemi thënë, po themi prapë, nuk e kemi asnjë marrëveshje deri tash. Bazum në diskutimet që janë ka qenë një diskutim shumë i mirë, por prej atëherë që na kemi pas takimin e fundit, nuk kemi arrit me finalizuar një marrëveshje e cila flet për pjesën tjetër. Sot potencoj. Po flasim për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, jam i zgjedhur deputet i Kuvendit të Kosovës, madje kam thënë që dhe jam institucionalist në rast se vjen deri te unë për të vendosur, për të ecë, për të emëruar qeveria ose për të zgjedhur qeveria. Nëse unë jam personi që duhet me vendos, unë për interesin e shtetit do ta votoj ditën kur votohet qeveria. Por nuk do të jam pjesë asaj qeverie e cila nuk i respekton kërkesat e Partisë Liberale Egjiptiane, nuk e respekton komunitetin egjiptian dhe kjo është ajo që ne e kemi thonë. Pra, nuk jemi bllokues, jemi për më ndërtu institucionet. Nuk është në fajin tonë pse është janë blloku institucionet. Nuk është në fajin e Partisë Liberale Egjiptiane sepse flas me përgjegjësi dhe unë nga këtu baj ftesë sa më parë të votohen këto që i kemi në rendite, pastaj të kalojmë në fazën tjetër që është qeveria. Po sipas jush në këtë mes, kush ka më shumë të drejtë, pozita apo opozita, sepse janë dikurje krejtësisht. Si jurist që jam, pushtetet janë të ndara. Domethënë, është pushteti legislativ, është ekzekutiv, është prokuria, është gjykata. Këto janë më të definuara. Unë mendoj që në rast se ne jemi të gatshëm me fillu, nuk është ndonjë problem edhe një dorëheqje formale ashtu siç po kërkohet, vetëm që të ecim përpara. Domethënë, unë nga këtu do ta votoj raportin, do ta votoj kryetarin e kuvendit dhe pastaj për procese tjera sigurisht që do të kemi një komunikim tjetër, por për momentin ky është qëndrimi. Edhe i lus mediat që më kanë shumë të qartë me ato që unë e them, në rast se ka paqartësi ju kam përgjigj secili, edhe nuk kisha pas çfarë më interpretu ndryshe. Pra këtu jemi.